Jemi mbledhur sot, jo vetëm për një fushat, jo vetëm për një garë zgjedhore, por për një kauzë që është shumë e madhe se sa individët apo partitë. Jemi këtu për të rikthyer shpresën, për të forcuar besimin dhe për të ngritur kokën lart, siç kemi bërë gjithmonë kur Kosova ka pasur nevojë për njerëz vendosur, dur dhe të ndershëm. LDK-ja, shtëpia politike e presidentit tonë të pavdekshëm, Dr. Ibrahim Rugova, është më shumë se një parti, është një vlerë, është një ideal, është një përkushtim për qytetarin dhe për shtetin. Prizreni juaj, prizreni jonë është kujtesë e gjallë e kombit tonë, është vendi ku gjithçka flet, duri flet, ura lind, lagja frymon bashkëjetesë, është qyteti ku çdo rrugë mban histori, ku çdo shesh është dëshmi, ku çdo brez ka glendur gjurmën e këtij qyteti tjetër. Dhe sot këtu në Prizren, LDK para jush, vjen me kandidatin tonë që mishron të vlera, kemi kandidatin tonë për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj. Ne kemi vizjon qartë, ne kemi plan konkret, dhe mbi të gjitha, kemi njerëz përgatitur dhe shumë ndershëm, njerëz që nuk i friksojnë punës, njerëz që nuk e fshehin vërtetën, njerëz që nuk përdorin popullin vetëm për votë, por e vlerësojnë atë si sovran, si partner. Sot po u themi me plot bindje, LDK është gati. Unë dhe ekipi im jemi gati.